Në një treg gjithmonë më të filtruar, mënyra se si prezantohet një projekt është po aq e rëndësishme sa mënyra se si ndërtohet. Prandaj kompanitë më të rëndësishme të ndërtimit zgjedhin Kërko 360 si platformën më inovative, ku kërkimi i një prone bëhet shumë i lehtë. Për të mësuar më shumë rreth kësaj, unë kam ardhur që të takoj zonjën Brunilda Koçi, e cila është drejtuese e departamentit të shitjeve tek Orion. Mirë se erdhën Orion. Mirë se gjej. Mjafton sot që të ndërtosh mirë apo duhet edhe ta prezantosh po aq mirë? Patjetër që të ndërtosh është shumë e rëndësishme, por edhe prezantimi është një pjesë integrale dhe thelbësore e të gjithë projektit apo të investimit që kryhet. Në Orion ne kushtojmë një rëndësi shumë të veçantë çdo hallke, që nga momenti kur ne zgjedhim truallin ku duam që të zhvillojmë, projekti, si do ta ndërtojmë praktikisht, dhe më pas edhe komunikimin apo prezantimin e këtij projekti në mënyrë që të shkojë drejt audiencës së duhur dhe platformave që neve zgjedhim janë patjetër një pjesë e të gjithë procesi që është shumë i rëndësishëm. Kështu që po, është shumë e rëndësishme gjithashtu edhe komunikimi që i bëjmë një projekti. Pra komunikimi dhe prezantimi është thelbësor. Patjetër, sigurisht që po. A mendoni se sot tregu po hyn në një fazë ku kompanitë serioze dallohen qartë nga të tjerat? Po. Sot kemi të bëjmë me një blerës që është shumë më selektiv. Kemi të bëjmë me një blerës i cili informohet shumë më mirë, i cili përpara se të vinë në një takim te kompania e ndërtimit, paraprakisht futet dhe navigon online, kërkon informacione, kërkon më shumë të dhëna për projektin, kërkon që të di më shumë për çfarë arsye duhet të investojë në një projekt konkret. Edhe pjesa e prezantimit që një kompani duhet të bëjë, duhet të shkojë në të njëjtën linjë. Kështu që po, është shumë e rëndësishme pjesa e prezantimit të kompanisë online. Në vazhdim të kësaj, patjetër që edhe komunikimi që ne duhet të bëjmë online duhet të jetë i kujdesshëm në mënyrë që të jetë në të njëjtën gjuhë në çdo platformë që kompania përzgjedh, por në të njëjtën kohë vlerësi është e rëndësishme që të gjejë një informacion të strukturuar, një informacion transparent dhe të vërtet, i cili është në të njëjtën linjë me gjuhën e komunikimit zyrtare që kompania përdor. Kështu që kjo për ne është thelbësore dhe shumë e rëndësishme. Sot prezantimi është pjesë e investimit apo thjesht marketing? Prezantimi online është shumë i rëndësishëm dhe për këtë arsye ne kemi zgjedhur dhe Kërko 360. Të gjitha pjesët integrale të platformës, sikurse janë rendera 3D, ilustrimet, prezantimi i projektit dhe i produktit që neve ofrojmë, njësitë konkrete të prezantuara brenda platformës, patjetër që ato kanë rëndësinë e vet. Edhe mënyrën se si janë të integruara ja bëjnë sa më të thjeshtë blerësit për zgjedhjen e asaj çfarë ata kërkojnë. Kanë mundësi që të filtrojnë, kanë mundësi që edhe të përzgjedhin, të futen brenda profilit të Orionit dhe të shikojnë të gjitha çfarë projektesh ka Orioni aktualisht. Jo vetëm të finalizuara, por edhe projektet e reja apo projektet në ndërtim me sipër. Cilat janë faqet online që ju zgjidhni dhe si e reflektojnë ato standardin e kompanisë tuaj? Edhe zgjedhja e platformave ku ne prezantojmë produktet tona është një pjesë strategjike. Neve zgjedhim në mënyrë që të jenë në të njëjtën linjë me rëndësinë dhe standardin e projekteve që ne ndërtojmë. Sikurse në Kërko 360, praktikisht ne na jep një lehtësi për blerësit tanë ose për komunitetin ku ne duam që t'i reklamojmë projektet tona, pasi jep një informacion të strukturuar, jep një informacion të vërtet dhe gjithashtu blerësi ynë mundet që të gjej po të njëjtat informacione sikurse ata vinë dhe i marrin këtu brenda në zyrat e Orionit. Kështu që kjo është shumë e rëndësishme. Çfarë vlerësoni më shumë te Kërko 360? Bashkëpunimi jo me Kërko 360 ka nisur para disa muajve dhe mund të them që deri më tani ka qenë një bashkëpunim shumë i suksesshëm. Kemi disa gjëra të cilat vlerësojmë në Kërko 360 si platformë dhe ajo çfarë i ofron blerësve tanë që është shumë e rëndësishme për ne. Këtu për shembull jemi tek profili i kompanisë, gjë e cila është një nga arsyet pse e kemi zgjedhur. Pra këtu shikojmë vetëm ndërtimet që janë të Orion. Në Kërko 360, Orioni ka një profil të vetin në të cilën neve kemi aktualisht të listuara 5 projekte. Blerësi jon mund të shikojë jo vetëm njësitë specifike që ne kemi të listuara, por mund të shikojë gjithashtu edhe projektet konkrete. Praktikisht kjo është një ndër projektet që ne kemi aktualisht dhe në profilin që kemi brenda Kërko 360-s, të gjithë klientët tanë ose të interesuarit kanë mundësi që të gjejnë të gjitha informacionet në lidhje me projektin, hartën ku pozicionohen, gjithashtu edhe njësitë konkrete që mund të jenë në varësi të nevojave apo kërkesave që çdo blerës ka. Kjo këtu është Park Avenue? Ky është një tjetër projekt i cili për ne është shumë i rëndësishëm. Gjithashtu këtu kemi edhe për këtë projekt të pozicionuar hartën dhe përpos kësaj kemi dhe broshurën për të gjitha projektet që mund të shkarkojë direkte nga platforma. Pra këtu mund të shikojnë renderat, mund të shikojnë ambientet e jashtme dhe të brendshme, se si do të duket në përfundimin total. Po, normalisht një nga avantazhet sot është që blerësi mund ta shikojë se si do të jetë i përfunduar hapësira që është duke bler apo duke parë. Pra ai mund të shikojë se si do të jetë në një render real i hapësirave se si ne i kemi të
të organizuara dhe si do të duket zyra, apartamenti, Pra apo mund të villa. shikosh të ardhmen, po themi. Patjetër. Të ardhmen e afërt, Po, po. të ardhmen në këtë rastin e këtij projekti, të ardhmen shumë të afërt, sepse qartë. brenda vitit praktikisht ky do të jetë komplet funksional bashkë me zyrat e biznesit. Kjo është një pamje e të gjitha njësive konkrete të cilat çdo përdorues i Kërko 360-s mund të shikojë me renderat e secilit projekt, me njësitë konkrete me planimetritë e tyre, gjithashtu edhe me vlerat respektive. Janë patjetër të rëndësishme të jenë të prezantuara dhe sigurisht i gjithë informacioni që është brenda platformës është i njëjti informacion që ky blerës nëse vjen në zyrat e Orionit Do të gjej. do të gjej. Pra, informacioni është gjithmonë i njëjtë. Kjo është shumë e rëndësishme, që mos Kjo është shumë e ketë rëndësishme. informacione që kundërshtojnë njëri tjetrin, pra ka një standard informacioni, është gjithmonë i njëjti dhe për këtë kujdeseni në bashkëpunimin që keni me Kërko 360. Po, kjo është një nga pikat shumë të rëndësishme për ne, sepse nuk duam që të konfuzojmë klientët tanë. Ata duhet të kenë të njëjtin informacion dhe të njëjtën qasje, si në zyrat e Orionit, gjithashtu edhe në platformat online ku marrin informacion. Ajo çfarë po synon investitori apo blerësi i mundshëm është kollaj e gjetshme përmes platformës. Po, to janë disa nga profilet që Orioni ka të publikuara brenda Kërko 360-s, por patjetër që ka shumë arsye të tjera, sërish që pse ne kemi zgjedhur Kërko 360-ën, janë gjithashtu edhe pjesa inovative e platformës, që është shumë e rëndësishme. Fakti që është një aplikacion që mund të jetë i përdorshëm si nëpërmjet. Jo vetëm në website, por edhe në aplikacion. Çdo të thotë telefonët mund të jenë mjeti kërkues i përdorur. Po, kështu që çdo përdorues praktikisht mund ta gjejë edhe mund ta kërkojë Orionin nëpërmjet telefonit kudo që ndodhet. Një tjetër është pjesa e integrimit të të gjitha pikave, sikurse përmendëm hartat, filtrat që janë shumë të rëndësishëm, sepse gjithsecili nga ne kohën e ka shumë të rëndësishme. Kështu që dëshiron që të gjej atë çfarë kërkon në një kohë të shkurtër, pa përdorur shumë hapa. Dhe në kushtet e tij ose të saj. Po, kështu që këtu janë të gjitha gjërat të rëndësishme dhe pika dhe avantazhe që pse ne kemi zgjedhur që të jemi pjesë e platformës. Patjetër pastaj padyshim është edhe fakti që Kërko 360 ka treguar që është një kompani serioze, po bën gjithashtu një marketing serioz, gjë e cila është një avantazh, të themi atë që është, si për ata, por gjithashtu edhe për kompanitë dhe projektet që janë pjesë e platformës. Kështu që ka përputhshmëri, po themi, edhe në mënyrën se si i qaseni patjetër, një marketingut, imazhit të vet, po. Një kompani si Orioni patjetër që kërkon edhe partnerë të cilët të jenë me të njëjtin seriozitet dhe që të na përgjigjen në kohë shumë të shpejtë, sikurse e bëjnë në Kërko 360. Sa e rëndësishme është që një projekt të prezantohet me të njëjtin standard me cilin është ndërtuar? Është thelbësore. Një projekt i ndërtuar mirë, por i prezantuar jo në nivelin e duhur, krijon një disbalancë. Pra, vlerësi fundor nuk arrin dot që të marrë të gjithë informacionin apo të marrë të gjithë perceptimin e këtij projekti. Kështu që për këtë arsye është shumë thelbësore që edhe pjesa e ndërtimit të jetë në të njëjtën linjë, gjithashtu edhe me komunikimin që i bëhet këtij projekti, në mënyrë që të arrihen të gjitha objektivat që kompania ka për projektin. Një ndërtim cilësor, por që kombinohet me një komunikim cilësor. A mendoni se një projekt serioz duhet jetë gjithashtu i aksesueshëm edhe nga komoditeti i shtëpisë? Absolutisht po. Sot ne jemi në një kohë shumë dinamike, bëjmë një jetë shumë dinamike, kështu që koha që kemi në dispozicion është një kohë e limituar. Sikurse përmendëm, gjithsecili nga përdoruesit duhet jetë në gjendje që nga komoditeti i shtëpisë apo ndodhet në Tiranë apo në diasporë apo kudo që ndodhet, të ketë akses në informacion të strukturuar, në informacion të detajuar dhe të kujdesur në mënyrë që të marrë të gjithë informacionin që i duhet për të zgjedhur investimin që ai do të bëjë. Dhe kjo është një gjë shumë e rëndësishme për ne, sepse ne kemi projekte të cilat kemi një interes shumë të veçantë nga diaspora. Kemi një interes shumë të veçantë nga shqiptarët që jetojnë kudo në botë, jo vetëm në Europë. Cilët janë mësuar gjithashtu edhe me një standard, po themi, të Bashkimit Evropian, kur ata bëjnë kërkimet e tyre brenda vendeve ku jetojnë, dhe ata duhet gjejnë të njëjtin standard edhe kur vjen puna te Shqipëria. Patjetër, përpos kësaj është edhe fakti që ne na intereson kjo gjë. Na intereson që të jemi të ekspozuar dhe të shkojmë sa më afër kohës dhe komoditetit që ata kërkojnë për projektet tona, sikurse për shembull Rroka Maris është një nga projektet që ka një kërkesë të jashtëzakonshme nga shqiptarët që jetojnë jashtë. Kështu që në momentin kur ata vinë në Shqipëri, duhet të kenë një ide të qartë për projektin dhe pastaj në Shqipëri vinë dhe vetëm mbarojnë punë, të themi, kështu që nuk humbasin më kohë duke marrë informacione të cilat ato i gjejnë shumë lehtësisht online. A është zgjedhja e platformës pjesë e pozicionimit afatgjatë të brandit tuaj, të markës tuaj? Patjetër, sikurse e përmendëm pak më parë, pjesa e përzgjedhjes të mënyrës se si ne komunikojmë apo të partnerëve me të cilët ne bashkëpunojmë është një pjesë strategjike e kompanisë. Duke qenë se ne zhvillojmë me një vizion shumë afatgjat, pra Orioni është shumë i kujdesshëm në përzgjedhjen e
çfarë do të zhvilloj, ku, si dhe kujt do t'i drejtohet. Dhe për të gjetur këtë kujt do t'i drejtohet, patjetër që pa partner shumë të mirë, sigurisht domethënë që nuk është e mundur që ta bëjmë në mënyrën e duhur të themi. Kështu që patjetër që kjo është një pjesë integrale e vizionit afatgjatë të Orionit dhe patjetër që ndikon edhe në krijimin e partneriteteve që neve bëjmë në afat të gjatë. Për këtë arsye dhe kemi zgjedhur Kërko 360. Në një treg që po matet me standard, prezenca në një platformë të specializuar si Kërko 360 nuk është më një opsion, por një strategji. Kërko 360 është platforma që ofron standardin.